Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi. Energjia e ditës të nxit të marrësh iniciativa të reja në punë apo në jetën personale. Dielli në Akrep të shtyn të mendosh më thellë për qëllimet e tua, ndërsa hëna në Binjak ndikon në komunikim. Një bisedë e papritur mund të hapë rrugë të reja. Kujdes me nervozizmin, mos reago me nxitim. Demi. Një ditë e mirë për të forcuar marrëdhëniet personale dhe për të reflektuar mbi vlerat që të udhëheqin. Energjitë e Akrepit të ftojnë të shohësh me kujdes anën emocionale të lidhjeve. Mos u frikso të jesh i sinqert me ndjenjat e tua. Në aspektin financiar, një ide e vogël mund të kthehet në fitim të mirë. Binjakët. Hëna në shenjën tënde e bën ditën shumë dinamike. Do kesh dëshirë për të komunikuar, për të lidhur me njerëz të rinj dhe për të eksperimentuar. Kujdes me shpërqendrimet, mund të humbasësh në shumë projekte njëherësh. Një takim i papritur mund të sjellë frymëzim ose ndjenja të reja. Gaforia. Dita kërkon qetësi dhe kujdes ndaj energjive përreth. Intuita jote është shumë e fortë sot. Dëgjoje. Në punë, diçka që ke mbajtur brenda mund të dalë në pa, por nëse trajton me diplomaci, do dalësh fitues. Në dashuri, një kujtim i vjetër mund të zgjojë emocione të përziera. Luani. Do ndihesh më i frymëzuar dhe i motivuar për të realizuar plane të reja. Hëna në Binjak të sjell energji sociale, kështu që është ditë e shkëlqyer për bashkëpunime. Kujdes, megjithatë të mos harxhosh energjitë me njerëz që nuk të japin reciprocitet. Një lajm i mirë mund të vijë nga një mik i largët. Virgjëresha. Puna dhe detajet kërkojnë vëmendje maksimale sot. Mos lejo që ngarkesat të stresoj. Hëna në Binjak mund të bëj pak të shpërndar. Një bisedë me një person me përvojë mund të ndihmojë të gjesh zgjidhjen e duhur. Në dashuri, qartësia është çelësi. Mos mbaj asgjë të paqartë. Peshorja. Dita të sjell një frym lehtësie dhe dëshirë për të marrë me diçka që të pasuron mendërisht. Është momenti i mirë për udhëtime të shkurtra, takime apo plane kreative. Në dashuri, komunikimi është thelbësor. Një gest i vogël mund të rindezë një ndjenjë të vjetër. Akrepi. Me diellin në shenjën tënde, je në kulmin e forcës dhe karizmës. Megjithatë, hëna në Binjak të fton të mendosh më me lehtësi për disa çështje që të kanë rënduar. Mund të zbulohet një sekret ose vërtet që të ndihmon të marrësh një vendim të rëndësishëm. Shigjetari. Një ditë që të fton të jesh më reflektues se zakonisht, edhe pse je plot energji, diçka brenda teje kërkon qetësi. Puno në heshtje për qëllimet e tua. Rezultatet do të vinë shpejt. Në dashuri mund të ketë një përmirësim të papritur në komunikim. Bricjapi. Puna dhe përgjegjësitë janë në plan të parë, por mos harro të kujdesesh për veten. Energjitë e ditës të ndihmojnë të organizohesh dhe të vësh rregull në disa çështje të lëna pezull. Një bisedë profesionale mund të hapë një mundësi të re bashkëpunimi. Ujori. Kreativiteti dhe idetë e reja janë në kulm sot. Dita është e përshtatshme për të prezantuar një ide apo për të bërë një hap guximtar. Në marrëdhënie, liria personale mbetet e rëndësishme. Gjej mënyrën për të ruajtur ekuilibrin midis pavarësisë dhe lidhjes emocionale. Peshqit. Një ditë me ndjeshmëri të lartë, mund të kesh nevojë për pak kohë vetëm për të reflektuar ose për të përpunuar një ndjenjë të fortë. Në punë, përpiqu të mos humbasësh në detaje. Në dashuri, një gjest i thjeshtë do të thotë më shumë se fjalët. Kujdes me lodhjen mendore. Horoskopi në Top Albania Radio.